me Sumeja Sejdiut. Një vajzë plot dritë, energji dhe shpirt artistik. Mua më pëlqen piktura shumë edhe shoqja më kodis për mua. Unë jam shumë hedhimtur. Kjo është Sumeja Sejdiu, nxënëse në klasën e 10 në shkollën e mesme të artit, një arritje që dikur dukej e pamundur, por që sot është bërë realitet fal vullnetit dhe dashurisë për pikturën. Në brushat e saj, në ngjyrat që zgjedh dhe në buzëqeshjen që nuk i mungon kurrë, ajo tregon se arti nuk njeh kufizime, njeh vetëm shpirt dhe pasion. E normal për mua është një emocion dhe një gëzim një të kohë, sepse unë para disa vite nuk e kam menduar që Sumejën ta sillin në shkollë të mesme. Arsyeja ka qenë se kushte nuk kemi pas, domethënë edhe të pas situatën se çysh po sillet var kushte kanë fëmijët tanë, dhe për këtë arsye nuk kam menduar domethënë të Sumeja të ndjek shkollën e mesme. Mirë po, ka ndjek disa kurse, pranvera, drejtoresha e tanishme që është në shkollë, përmes ministrisë i ka marrë fëmijët tanë në kurse, ka ndjek, edhe prej aty domethënë e kom parë që Sumeja ka dëshirë për pikturë dhe ka lindë ideja që me të vërtet duke biseduar edhe me pranverën që Sumeja të vijon në shkollën e mesme. Sepse edhe piktura i ndihmon shumë, ngjyrat e reflektojnë, domethënë është një relaks për fëmijët tanë. Dhe unë i falenderoj shumë gjithë si drejtoreshën, mësimdhënësit, sepse është një brengë për neve të gjithë prindërt se si do të pritet fëmijët tanë në shkollë. Çdo fillim i ri për neve është stres dhe shqetësim, sepse mendojmë se si do të priten fëmijët tanë, si nga mësimdhënësit, si nga nxënësit. Mirë po, unë jam tepër falenderuese dhe shumë mirënjohëse dhe shumë e lumtur që Sumeja ka arritë domethënë me kriju një rreth shumë të mirë këtu dhe kam prit në mënyrë të jashtëzakonshme që s'e kom prit që do të jetë kështu. Po si nga ana shoqeve domethënë nxënësa në përgjithësi, prindërve që më kanë dhënë një shtytje shumë të madhe, edhe mësimdhënësit kanë një kujdes shumë të veçantë, mirë po si të gjithë të tjerët, mirë po ju ta na shkaluat, e kom vrejt që po interesohen, pe testojnë domethënë atë njohuri që kjo ka, dhe me të vërtet jam shumë falenderuese për ta. Dhe fillimi ka qenë shumë vështirë dhe shta se nuk jam rahatu dhe se kom konqëndru në shkollë me Sumejën, deri se ka përfunduar, deri se të adaptuar. Normal edhe për këto ka qenë një sfidë ndoshta, se shkputja prej shkollës fillore, shoqëria arsimtar, domethënë ka pas kriju një rreth dhe atje. Mirë po gradualisht, bashkarisht me gjithë stafin e shkollës, shoqet, edhe kemi adaptu Sumeja dhe unë jam shumë e lumtur. Kur Sumeja erdhi në jetë, një mjeke i tha nënës së saj Behares se vajza e saj nuk do të mund të mësonte, se nuk do të mund të arrinte të ndiqte shkollën si fëmijët e tjerë. Ishte një fjali që rëndoi zemrën e një nëne, por që më vonë u kthye në forcën më të madhe për ta përmbysur çdo paragjykim. Secili prind pret me orë në jetë një fëmijë të shëndosh, një fëmijë pret ka ëndra. Mirë po me ardhen e Sumejës në jetë, domethënë gjithçka ka ndryshuar, sepse ndoshta në fillim ka qenë shumë i vështirë, sepse mënyra si më kanë thënë mua që Sumeja do të jetë, ka qenë shumë e rëndë dhe shumë e vështirë, sepse mua në një fjalë më kanë thënë që Sumeja nuk mundet me mësuar të ardhmen. Kështu që unë shpesh mendoj ndonjëherë sikur ta dija kush është ajo mjeke dhe t'i them që ja Sumeja ku është, po din, po flet, po mëson, po ec vet, po shkon edhe në shkollë të mesme, por ja që nuk e di edhe se di kush ka qenë se para 17 vite dhe unë sot 17 vjetë, Sumeja ka orë në jetë. Edhe kështu që Sumeja po vazhdon shkollimin dhe normal ka arritur me pavarësu për veten e vet. Normal është sfiduese për prindrin,
çdo prind që mirë po unë i them gjithë prindërve të mos dorëzohen, sepse me të vërtetë sumia më ka bërë tepër të fortë. Sumia më ka mësu me vlerësu jetën, sumia më ka mësu në çdo aspekt jetës. Do me një fjalë më ka kompletu jetën, se nështë unë s'kisha mujtë me skalu sfidat e jetës, që më ka mësu kja. Kështu që një los gjithë prindërit të kenë durim, të pranojnë se pari është pranimi shumë e rëndësi fëmijës së tyre, sido që t'jetë, që do në zurat prej Zotit, dhe unë jam shumë e lumtur, edhe falenderuese të ndaj Zotit që kam këtë durat, dhe mos dorëzohen të pranojnë ashtu që është dhe të punojnë me ta. Unë për vete para 17 viteve nuk kanë qenë kushtet që janë tani. Edhe unë i thëmë gjithë prindërve se herë të takohemi, diskutojmë, që ju keni dëmonë tash kushte, keni mundësi të reja, keni mundësi shumë a shumë se na që kam po mbara 17 viteve. Unë sumin vete kom trajtu, vete jem po psikologe, vetë logopede, fizioterapeutë, dëmonë një kohë periudë dëmonë të hershme, sepse normal, konë qendra në Prishtinë, mirë po është ka qenë e pa mundur me shku prej vitjes me shku në Prishtinë në me dërgu në seanca. Edhe i kumë përkushtu vetë, kështu që falenderoj Zotin që ma ka dhënë këtë mundësi, edhe falenderoj që përmes kësaj unë jam bon shumë e fortë edhe shumë me vlerësu çdo gjë. Sot, rezultatet e mira të Sumejës në shkollë vihen re nga të gjithë, madje edhe kujdestarja e klasës së saj ndihet me fat që ka një nxënëse si ajo. Unë si kujdestarja e Sumejës, mendoj që është një prej përvojave më të bukura që kam si mësuese, si mësimdhënëse, për shkak se natyra e saj, jo veç se është me nevoja të veçanta, po dhe vetë si natyrë shumë e butë, shumë e ndihshme dhe shumë e veçantë. Ajo ka fillu si vjetë klasën e 10 na. Nuk është hera parë që shkolla jonë veç ofron semrave për nxënësit me nevoja të veçanta. Mendoj që është një gjë shumë e mirë për shkak se shkolla specifike dhe mendoj që është më e duhura për me ofru këta nxënës, për shkak se dim që ata kanë vështirësi me u shprehë me fjalë e shprehen mas miri përmes artit. Unë shpesh them se Sumeja është një lloj reflektimi për neve, na bën me reflektu edhe me mendu, me gjetë një pjesë mbrana vetës tonë që mendoj që dinamika e jetës na bën me harru. Ajo është njerëzia. Sinqerisht, Sumeja të bën me u ndi shumë e lumtur kur e sheh suksesin e saj, arritjes e saj. Është fëmijë që din me të falenderu me një buzëqeshje, bile shpesh edhe me një përqafim kur thjesht i mëson një diçka shumë thjesht. Pas 17 viteve dashurie, për kushtimi dhe durimi, Sumeja ka dëshmuar se asnjë vështirësi nuk është më e madhe se dëshira për të jetuar dhe për të krijuar. Sot ajo është një frymëzim për familjen, shoqërinë dhe për çdo njeri që beson se forca e shpirtit mund të thyej çdo kufi.